Është që të të gjenë ndoshta kjo sprovë e ti të qëndrosh kësaj sprove e të jesh i larguar për shkak frikës Allahut xhelle xhelaluhu. Dëgjoj se historia çka na rrofen dhe na ka shkruar një ngjarje shumë interesant për një djalosh i cili ishte i bukur shumë. Mirë po ai vepronte dhe punonte dhe hante nga puna e dorës së tij. Dhe ai e kishte një punë që este në për rrugët e tij dhe në për trege, shitte fladitset, freskuset e dorës të cilët i përdornin gratë, ato të cilët janë pra prej letre ose prej pendave, ai i shitte ato në për rrugë dhe në për trege. Dhe ky e kishte emrin dhe quhej Muhammed el Miski. Muhammed el Miski del në për rrugë në për treg që të i shet ato në dorë. Derisa tha, impresionohet prej tij një grua e cila ishte e pasur dhe përcjell ato një ditë që ai të kalon pranderës së saj. Kur kaloi pranderës së saj, o vëllezër, ajo e fton dhe i thot: "A kije si freskuse vetëm këta apo ki dhe lloje tjera?" Tha: "Po kam dhe lloje tjera." Tha: "Mundesh të futesh këtu që ti shikoj mos dal në rrugë?" E hap derën e saj dhe ky kur futet në mbrëmsinë e shtëpisë së saj dhe fillon që të i kontrollon, të i nxjerr freskuset dhe ato fladicet, që të i nxjerr, ajo ja mbyll derën dhe pastaj e vendosi në këtë sprovë, në këtë musibet shumë të madh dhe i tha: "Shiko këtu. Tha, ose të bëjsh me mua imoralitet, ose do të bërtas me Zot të lartë, që të marrin vesh të gjithë njerëzit dhe kujshia, e të gjithë njerëzit të tubohen se ti ke hyrë në shtëpinë time, ke kërcyer murin dhe je futur me zër, e don pra me më përdhënuar." Dhe ky u shtang, o vëllezër, Muhammed el Miski, ky djalosh u shtang nga kjo sprovë e madhe dhe nuk dinte çka të vepron. A thua të shkel haramin edhe ta shkel këtë perde që Allahu xhelle xhelaluhu ato e shiqon, apo ta mban turpin të njerëzit të gjithë ta fajsojnë ata? A dini se çka veproi kjo vëllezër? Ky e zgjodhi një rrugë të tretë. Në moment ju kujtua diçka dhe tha: "Po, do të përgjigjem, po a ka mundësi të shkoj në banjo, të shkoj në WC?" Kjo e lejon që të shkon në WC. Kur shkon në WC, o vëllezër, merr ky djalosh nga frika që mos të bjen në këtë haram, e merr nga fllihësia e WC-s, nga urina dhe nga jashtëqitja, e lyen trupin e tij, e lyen kokën e tij, fytyrën e tij dhe petkat e tij, e pastaj kur del, ajo aq shumë iritohet dhe fillon të bërtas dhe ta dëbën nga shtëpia dhe e dëbën Muhammed el Miskun nga shtëpia. E ky djalosh shpëton nga ky mëkat, ku shumë njerëz nuk i shpëtojnë këtij mëkati nëse i jepet shanca, por ky nga frika Allahu xhelle xhelaluhu, o vëllezër, pastaj shkon në shtëpinë e tij. Çka ndodhi me këtë djalosh? Që ky u ruajt këtij mëkati, tha shkon dhe pastrohet në shtëpinë e tij, e pastron trupin e tij. Tha pastaj fillon të përhapet një erë misku dhe mu përket e mori emrin Muhammed el Misku. Djaloshi Muhamedi, djaloshi i miskut, i erës dhe aromës së miskut. Tha del një erë nga trupi i tij. Dhe kur fillon ky të ecë pastaj në treg ku shkon përsëri, të gjithë njerëzit e dëshmojnë dhe nuhatin një erë të mirë nga trupi i tij. Dhe vazhdimisht këtë erë filluan që ta njohin të gjithë njerëzit kur ecte në treg, dhe tha dhe nëse futej në xhami, të gjithë ta nuhatshin erën e Muhammed el Misku. I thoshin: "Kjo është era Muhammedit i cili buron nga trupi i tij." E pse u vëllezër kështu? Për arsye se ky njeri ishte ai dhe ky djalosh që e ruajti veten e tij në fshehtësi dhe nuk e shkeli normën e Allahut dhe as kufinin e Allahut, dhe Allahu xhelle xhelalu ja pasoi atij në publik që të del nga trupi i tij vazhdimsi dhe vazhdimisht era e aromës së miskut të tij. Pra thua, a jemi ata të cilët kemi ndonjë vepër të tillë për të cilën Allahu xhelle xhelalu të na zavendoson, apo ndoshta nga ky mëkat të cilët aq shumë jemi njollosur në këtë kohë të fitnes, nëse kishim pas ky mëkat erë, vëllezër, do ta ndoshmi edhe fshatin edhe qytetin nga kjo erë e fliqur të cilën jemi njollosur. Lusim Allahu xhelle xhelalu që Allahu të na dhuron sinqeritet dhe frikë nga Allahu xhelle xhelalu, të na mbron nga ky mëkat i cili është i vështirë në të dukshmen dhe në të padukshmen. Lusim Allahu xhelle xhelalu që Allahu të na dhuron neve dënërsi dhe pastërti, e të mbron rinin ton dhe pleqët ton dhe gjithë muslimanët, të gjithëve të na mbron nga ky mëkat. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.